Kam pas ëndër prap një biznes, për se kam besu asnjëherë. Tash si punësojnë mbi 50 persona. Kam pas një ëndër të bëj financat, tash jam financiarisht mirë. Kam pas një ëndër të kem një familje, edhe tash fatmirësisht, dhe më ka beku Zoti, kam një familje të mrekullueshme, dy kalamaj. Edhe shpesh pasi kam arrit të gjëra, më ka astis të mbyllën në dhomë, s'kam dalë nga dhoma. Sepse shëndeti mendor është një problem shumë i madh në këtë botë. Mirë, po shpesh më ka gjyku. Dhe më thoshte, po çatje, po pse, po qysh? Edhe gjoja më e kollaj që bëjmë këtë botë është gjykojmë. Gjoja më e vështirë është kuptojmë. Edhe shpesh ne duhet t'i dëgjojmë të njerëz. Jo t'i kritikojmë, jo t'i këshillojmë, thjesht t'i dëgjojmë. Por ato e kanë frikë, ne kemi frikë të flasim, sepse direkt, po jo mërë si e mirë, ke biznes, je i shëndetshëm, je i ri, ke një familje, i ke gjitha, pse si e mirë?